Një 36 vjeçar i shpadhur në kërkim nga autoritetet të Kosovës është arrestuar nga strukturat e specializuara të policisë së shtetit në Shqipëri. Në pranga ka rënë shteti Fation Shota, i cili u lokalizua në zonën e fushkryes pas informacioneve të siguruara nga policia në rrugë operative për lëvizjen e tij. Operacioni u realizua nga drejtoria e forcave të posaçme operacionale, e cila ndërhyri menjëherë pas identifikimit të vendodhjes së tij. Pas lokalizimit, forca e policisë organizoi ndërhyrjen dhe arriti të arrestojë 36 vjeçarin, i cili kërkoi nga drejtësia kosovare për të vuajtur një dënim të formës së prerë. Sipas autoriteteve, Fation Shota është dënuar nga gjykata e Gjakovës me 2 vite burg dhe 550 euro gjo për vepra penale që lidhen me posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e narkotikëve, si dhe për kalimin e paligjshëm të kufirit. Vendimi i gjykatës është dhënë me 14 mars të vitit 2023, ndërsa ka ky dënim atij i kanë mbetur për të vuajtur dhe 1 vit e 4 muaj e 10 ditë burgim. Arrestimi i tij vjen në kuadër të operacionit vazhdueshëm që po zhvillon policia e shtetit për kapjen e personave të shpadhur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar për vepra të ndryshme penale. Pas arrestimit, 36 vjeçari do të mbahet në paraburgim në Shqipëri deri në përfundimin e procedurave ligjore për ekstradimin e tij drejt Kosovës, ku pritet të vuajë pjesën e mbetur të dënimit të dhënë nga gjykata.